Mendoj se ju ka marrë malli të shihni artistët e humorit në skenë. Ftoj artistët e humorit Adnanin, Eqremin dhe Halimin. Atëre përshkojna edhe me emisionin Matrici, është emisioni i treta për i kate, nuk më këtyre si këmë bodhe dhe vjetë, emisioni Pateklif, emision këshë ngërthën në veti edhe kalzën, edhe e shprej emocionin e fill të gru që dikur s'ka mut mu shprej e shlirë, në këtë emision mund të shprej e shlirë edhe pak kush farë vez vjeshe, dhe me thonë, edhe vetë emisioni është Pateklif. Atëre, mirë mroma shikus të ndëruar, ku jeni? Ku jeni qoftë në rrugë të rrethin, Fshkësovje, përshëndesim gjithve, i përshëndesim, direkcion. I përshëndesim edhe ata që janë në Austri, pse edhe ata në Italinë, Gjermani, e krejt botën, i përshëndesim edhe nga Shkupi, që na kanë orë sonte mësafir në emisionin tënë, faleminderit shumë. Atëherë sonte do ta kemi një temë pak më ndryshe në emisionin Pateklif. Kemi fol për martesën këtë herë, kemi fol për periudhën martesore, se do të flasim për ditat e grave. Po, unë vetëm nuk do të mëj të flas, do të flas 2 mikeshat e mia, 2 mikat tona, 2 psikologët tona, 2 si ta them, për psikologë janë, po. Shuj na se s'po të përzina në emision. Atëherë, i ftojmë Betin edhe Dadon me dyrtë kitit madhe. Faleminderit shumë. Oj Bet. Oj Bet. Mirë se erdhe, Dadone. Mirë se erdhe. Mirë që u gjetëm. A i keni qata në oma qata shkruma apet? Edhe me se fi burri që u kon shkrëm, që tash ja ka nis pa hanë si gjonja që dhe ditë o bon nam. Shë, që dhe më thonë ka kemi 3 me 4. Pale po, se fi. Për juve? Kush? Shko, mi tonë, më shumë shënë pashta mire. Anis. Becin ju? A i keni qata në oma qata shkruma? Valoj kejt nam janë veç vjera që kon nama, di ma heret, shkrom e kom la. Për e ma? Pasha zët nga kanë gjitë një flam, pishkojnë hund, dha! Du me pishkojnë hund? Nga bësh ne ku pishkojnë hund, pishkojnë hund! Le nuk më thuj hund polici se valoj, ja me naj kësh. Olle, beti, olle, rëna. Të ku bo ka qorel si kjo. Do këtë se i tha ma heret më së përzim Më së merë me to, se s'ka nevoj në kështë emisioni vetë, se mënot me shbërthy në emision tami si shtrëmbëllar. Atëhere, veti një pyjtë italën, dardo në pakonash. Ka kë pomje jote ka seksi, ka kë pomja jote si në tjera shtete. Po të më thot këtë glamour. Këtë glamour, këtë frizur, veç nëse je me rëp të shpi se për ndryshe nuk bëhet. Ka erë këtë frizur. Safi, si gjithë një di që për kujdesin kejtë, për lukun timë për kujdes shtikeri. Shushim po t'i pastru me harën, më kanë sharru 2 gisht atë qenë. Dhe më thonë mirë, je? Kalon me pasoja kërgjë? Ja, më... Atë 790 dhe këtë? Ja, okej. Atëherë të betit lojmë ty, këthejmë, veç pak. Ora, shkrun... Sa ki komen. Nejse, na fali shiku së dëruar se... Ora, ka ndru, dhe të me këthin komen tjetër. Atëherë, ora, është... Dhe ka ndru komen. Juve. Grape, dini për çka ju kuptuar, kena folë gjatë për këtë 3 emisione. Pala përse. Gruja shqiptare, nona tona, gjyshet tona, edhe qikat e reja sot, dhe më thonë, gjithëherë, është një brum i mirë i shqiptarisë. Nona shqiptare gjithëherë ka dhonë fryt edhe ka dhonë djemë të mirë. Ka dhonë djemë të amën me një gjak shqiptare. Na nuk jena si në tjera shtete, edhe psa ta nuk jenë të Shqipër, na jena ma të mirë. Kena folë shumë për periudhën këhëre, kemi folë shumë për martesat, për gjithë shka. Atëre, dhe të flasë pisante Bete për ditën e grave. Unë falë se si njerë dhe që kje pak. Që Betja si qate. Atëre, da donë e dina që përnë në vulkanizer? Po. Qka përnën jashtë vulkanizerit, i shka kjo? Me Safi, unë e qënë në sabah edhe e bajnë që aton që e bojnë tonë. Për din ti, buken. Po, dhe normal, buk që E kur jemi të vulkanizeri. Vallohi, Safi, po kem punë me vulkanizer se i këna liru që tash për vitri. Dhe më thonë, Dardone, keni boli rime në vulkanizer, që fali rime që në atë? Për Safi, roftin e nëllë që e këna pos me guma, e këna liru, e këna qunë për drëm, atë roftin... atë roftin me haleti si këna pos, do i këna hek, i këna qitë dikën, pak na, pak ata, ma shumë na se ata. Dardone, kështu a je mirë? Mirë, faleminderit. Në kom tume, mashallah. Valloj me hije me dollë, po ka herë dhe në burit për dere qotë vers. Po pasha zotin, unë që të komun e ditë rrethë e shakzu me shkue. Jo i Safi, po që shtunën ja u këmë bo servisin komve. Prima? Valloj, i këmë fri shputat e komve, ka ishin dimija vja këmë dhru, veç kur dush nisëm për dërës, për pjedzës, po ma monë fërë. Zarë kushtet e dëpta në të Kosovë, na mytje se Ja koha, mashallah. Lene shkoni për dorës
për pavarësitë Shqipnisë. Më shujti, a ke vendos ti? Normal, dihet. Edhe? Normal për matë mirin. Për kën? Për matë gatin. Tre që të haut. Ka dore? Shafi, Qikur të nderuar na ka infektu politika, peshin një gratë, si ka këtë për mirë me politikë. Që ja kryt si guma rezerve gulfi. Po bre. A di të guma që shkojnë pak të dridhin vallonin, se qire kënjën a i. Qëre më ti së të ka po si grume kaldë. është të në balancim. Qikur të nderuar janë shoqe dhe mike shumë të mira që hajnë barka dhe dreka pinçaj. Këtë fjalë mos i merrni shumë serioze se vetë prania aty në dhe shoqëria e mirë, domethënë deri hyn kanë herën nga thithë me zveti. Faleminderit që më përshëndesim gjithë juve, domethënë që jeni në përshpite juve që besoj që pi relaksojmë me këtë emision pa teklif edhe ku mor shumë i milla bete Dardona shumë ka thonin Shka ke mira. mor? Ha? Shka ke mor? Milla bre? Ne fletit ke lidhen teknologjisë ka der. Vete. Safi, Orda. qëta janë kështu normala kukla besë? Ja, këta janë kompania e sigurimeve. Dhe me thonë, besa këta ta nolin edhe e gjelin. Bene gjelin me të mori del ty, dhe me thonë, zakonisht këta nuk i lojnë sytë që i lojnë akret, këta i lojnë sytë kështë. Dhe që është rejë. Ta bete, këthemi në emision, dhe me thonë, dëllmi pak jashtë emisionit, për që të rekurtje me betën me Dardonin, nuk më nësh me najë si strëmbëllor të pak jashtë. Bete, a mund në full pak, si ishte dita e grave për ty, e hëndja? Safi, që më ke këthin kohën e titës. Haj martesa jem. Do me kojtë, Safi. Po e bre, do mjallëshu. Do me roshin, do këtë. Oj, si fshi se rrime se bo. E Safi, shko një thresin, ju ka mush në shta. Ja, nuk e ka për të mështë. Bjeti, qëtë sane që kanë shku, nuk do të vujnë për ato. Duhet këthejme edhe tjetoj me këto ku jenë asët. Atëre, Bjeti, O, sa të foli për martes dhe që shumë rëk. Oj, Bet. Që, meri. Atë me, mirë është, a peshe? Pes? No. Po që me të kalzoj, Safi, që me të folë për martes të me që shkum hek unë atë martes, ma shumë kum hek martes e lufta që nga ka bo. O, Safi, a pe din... Jo, në kërgjës për di për qatat veta, veç që s'për di për... O, qumë saba për marak, shumë qështë mirë, më rënë, ka për më qumë të frizer, ka di këshën më mresh, më më regullu, e të më kapi a frizer, që të nga të këshën posë në këshi, e të mi kapi flektit mi lidrë që ka, e shtre nga, e ngri, e thash ka dhe me bo, tha për të më t'i posë sytë si japoneze. Që për mene hajen të tonë ditën për hangur të në kam, qështu që sytë e poshtë në regull, as burin tem nuk e në gjish, haj Safi, se pa e po kur dritë në s'kena pas, me i fiti lash nga ndrejt që jetë ku me pa. Se i mojsh që sytë e poshtë, Sytë e poshtë të ke me mojt adet, o kam i mojt sytë e poshtë, vish kam t'ja vëshisha qerapat, vish kunatën e madhe në gjisha. Se e ka postë të qerapën e shkyni, dil ke gishti ma si kumpir. E qysh me njof nuk di gjama Safi, qysh që më kanë si ma mirë të nejtë, ja ka njësë me kënu një bosh që me portokalla. E qysh isha unë, thashoti kësha pas që ta portokalla. E me hangër më shkojsh mu silë që rrëth kësë ja fshisha defin, rababam të rej mu dhe kësi si hamburgera i def, pej unje. Isha pak unë, Safi nuk di gjama. A të të këshin ata rëmëllok, a të ndef si pëmfret. Oh, taman si pëmfret nuk di gjama, që këmbojën. Mama. Po do mjaniz, valoj. Oj, Bet. Do me lu moti. Më ka ratë pakt. Ka dal beti, që të sëvë. Oj bet, se na përere, do latë plasë, ha, zotit vraf, pusit marë, i, qa njëna bile pëjmoni, për shka i pëjmeje, për tja i përdojnë, zotit vraf, bete, ta se përdia për kona për kesh. Shlirëv, qashtu? Shlirëv? Jo, shlirëv ma herët. Jo, e parë vëlla që shlirëv. Bete, shka ndodhe, pëse të rakjek? Po e Safi pa hangër nuk di gjamë, të më këshin që të mjeki, u më nëshë nga ditë të pi gjithë ditën infuziona me mjeki, në më nëshën më më dho, po s'pa praneke kjo vena dikur, e kapa një bardake musha infuzione, nga ishëm dëllim me doktorin me infuzion, që të shka me bo? No. Kitë krejes më ta qitë, zote ma mirë është me të s'ke laftë busi.